Ju nuk e imagjinoni dot sa ardhur këta inxhinierë, se inxhinierët e universitetit nxori pasi pa inxhinier, pastaj erdhëm neve, 2 vjet më. Këtu kam punuar një kompani me 110 ushtarë me 2 oficera. Punonte në 6 gruka tuneli, në 3 turne dhe mendoti si do organizohesh. Kush ka punuar? Tu kam punuar djem 18 vjeçar, pa eksperiencë. Po ta hapësh librin e preventivimeve, këto objekte, kategorizatare të punës e kanë 5-6, 7 kategori ka pasur. Duhet të thënë një gjë. Neve që në fillim më mësuam me disiplinë teknike të jashtëzakonshme, se këtu punon edhe inxhinierët kinez me ne. Pra, unë kam pas fatin të punoj 4 vjet, Gjorgji 6 vjet. Donë, 6 Gjorgji. Me inxhinier kinez. Po. Deri në 77 ka qenë kinez. Ishin specialistë. Ata ikën në lanë. Ata gjoja nuk të ishin teknikisht, ishin asa ata. Po, me gjysë goje, bene sikur nuk bëhet do të se filtrimet janë jashtëzakonisht të mëdhaja. Ma tregoni do të një moment si funksionon të? Do të na e dinte se zgjidhej dhe nuk e zgjidhte. Për këtë fjallë? Për kinezën? Për kinezë kur të roqen teknikisht gjoja, pas të trojnë ata. Do në duke thënë që tani këtu filtrimet bënë qa shpime në këtu. Se ishim deri të kvota zja, po filtrimet janë jashtëzakonisht të mëdhaja. Po ata me shifnin këshotër, ju e bëni le të këtë filtrime, po atyre e këshu ja donë të puna për të requr. Me këshu të roqen, ju e kuptuat edhe... Pa ne dirim se në nësyrë... Ishe logike gjerave. Ne kishim edhe mua bete shëqërore me ta. A i mund të thoshe këtu me ta për ju e bëni. Mardhen kishim marrë fundë. Organizimi punimeve ka qenë kështu, me 2 sisteme paralel. Ishte sistemi komandus, që ka qenë Gjorgji, një ndër veteranëve që ka punuar. Po të qësë për emra se jam dhe shumë të tjerë dhe mbase në i marën. Bile duhe përmendur dhe duhe falenderuar që kanë sakrifikuar maksimumin e mundshëm. Unë e nisë Sistemi tjetër ka qenë sistemi personelit inxhiniero-teknik. Krye-inxhinieri ishte... Dhe, ndërsa këta batuosit, se nuk duhet ishe vetëm, po duhet ishe dhe psikolog në ushtarë, se ishin kushtet vështira. Qëtë me shkot lartë. Nuk mund të bisedonje, bile, përveç këtyre, shtetin atë ko, nuk solli vetëm inxhinierë, po solli edhe kuadrë që kishin mbaruar universiteti, gjule të si, histori, geografi, juridik, këta, që ishin shpërndarë në mbështetje të kompanive që punonin në zbatim. Kurse personeli inxhinierotik kishim krye-inxhinierin dhe ne ishim darë si pas objekt. Ky korodim, si të duket, është normal? Nuk është normal fare, bre. A është i garantuar? Ju nuk që garantuar, këpse ikën ajo delë si pirun. Pra ne kam diskutuar me bashkimin me këta. Përgjigjen nga dalje. Këto ankerat të bashkim janë që lidhin skemi me beton. Në rast se shket, ky beton është i varur dhe mbahet nëpërmjet këtyre ankerave. Pyetja ime është, më dëgjoj akoma të mbaroj dhe i korrekt në përgjigje. Këto ankera janë të aftët të mbajnë këtë beton të varur? Në forcë prese? Në forcë prese? Po, forcë prese po janë rafta. Në forcë prese, po jetë si 32. Sa është niveli korodimit të dadla? Atje është 5 mm. Si. Ka 2 vjetër, nuk e banë. Më falë, lirë më falë. Këtu nuk shtrohet problemi në mban në forcë prese. Këtu është problemi forca shtytëse e malit këteja. Forca shtytëse e malit këteja. Ta hapim atë problem të themu. Këtu jemi në bazë të projektit kinez të fundi i zonës së thelluar. Jemi në zonë ku duhet ngriteshin katerat nëpërmjet një sistemi të veçantë. Ju shikoni këtu lartësia shumë e madhe, aty është vingji ur dhe këtu vingja ur, ngriheshin katrat nga uji, çoheshin në një zonë të thatë, aty vinin karrelat. Kush është zona e thatë? Zonë e thatë është prej kësaj peniciline dhe tutje, ka qenë zonë e thatë në bazë projektit. Pra, kjo zona që shikojmë këtë në ujë, nuk ka qenë me ujë në bazë projektit. Kjo është për shtatje që ishtë bërë në ndeceve. Për këtë do të flasin inxhinierët se
Në çfarë limite ka ecur puna këtu? Sa e vështirë është. Këtu, pak më tutje, kemi një tunel që futeshin karelat, që themin karelat janë vagonat ndryshme që merrin mjetin dhe e çonin në zonë të thatë. Nga porta, objekti është rreth 670 metra. Ndërsa, si thedhim, nga vija e ujit, në vijë të ujit në Matan, ishte gati 900 ca metra. Se vija e ujit ishte shumë më përpara portave. Sa është kostoja e Porto Palermës? Për sa i takon kostës Porto Palermës, të paktën me ato që neve arsyetojmë, duke qenë se edhe jemi marrë me këtë zanat edhe më mrapa dhe e kemi të freskët ndërtimin, them që afron ke 1,5 miliard euro. Tanishme. 1,5 miliard është kostoja e Porto Palermës. Po ta llogarisësh me punë, se punë e papaguar ushtarit do E ke llogaritur dhe punën te kjo 1,5 miliard? Po. Përveç gjithçka tjetër, do të kostoja e Porto Palermës. Për afërt, diku mund të ketë mendime që shumë çik më pak, po. Tash përsa i takon kostos, në atë periudhë ne nuk mbajmë situacione siç është sot, siç bëhet sot, që çdo punë pasqyrohet nëpërmjet vlerës, nëpërmjet situacioneve. Pra gjendjes faktike, çfarë punë bëhet dhe sa kushton. Por duke parë tunelet e ndërtuara sot edhe në përbot për metër linar me këtë gjërësi, si që ta dhe zoti bashkim, mund shkoj kjo rreth 1,5 miliard euro. Nuk kemi gjë të përcaktuar, sepse nuk bëheshin atë kohë, nuk se ishte çdo gjë e shtetit edhe kontrolloheshe a u vu në vepër, as u vu ekuri apo pajisjet. Kjo, pastaj vështirësia më e madhe, mos e përsërisim dhe shumë, ka qenë bërja e portave dhe thellimi. Një situash se vlerë e shtuar e Institutit Projektimeve ka qenë projektimi i portave që shkoi edhe deri në minus 6,5. Ka qenë një grup i përbërë që kemi këtu një ndër ata projektuesit, mos themi kryesori, dhe një zbatues që nuk është. Kjo u zgjidh me sukses. Mund ta pyes projektuesit? Edhe kjo u zgjidh me sukses dhe për këtë u vlerësua. Mund ta pyes projektuesit se gjithë kishin merak të thoshin ju jeni shumë modest, por ju keni marrë çmimin e Republikës për këtë objekt? Po, në vitin 1984, me rastin e 40 vjetorit të çlirimit të Dheut, një grup i ngritur nga Kryeministria, mbase nuk e di se kush, po bëri vlerësime gjithandej sipas propozimeve. Dhe puna ime për portat e Palermos u vlerësua dhe mora çmimin e Republikës. Pyetja ime është projekti i Porto Palermos, i dyerve dhe i gjithçkaje që në gjykimin e Shëmkujt tani është kryevepër inxhinierike, është produkt kinez apo shqiptar? Ka filluar me kinezët, me projektet kineze. Pastaj thashë të thashë përpara, është riadaptuar për nëndecet. Për shembull, porta që është atje që pam atje para në jugu, ka qenë, po çiko ka një hark diku aty, 15 metra më brenda, ka qenë për të bërë atje porta. Mi po 4 në këtë distancë që ngeleshin, 4 në ndece, njëra mbas tjetrës nuk i nxinte tuneli. Atëherë u shtyp porta edhe 20 metra më tutje, u shtohet tunel 20 metra tunel, edhe u bën përshtatje të tjera. Në gërmime, në gjëra, në ndryshime, sipas siç erdhi këtu janë bërë shumë ndryshime të tjera që janë po si zgjidhje ka qenë e para, gjithë betonimet e mëdha janë bërë me projektin kinez. Kurse ne bëm vetëm adaptimet e përshtatjes së kësaj apo me atë e saj. Përshtatja ka qenë shumë e vështirë. Përveç se duhet të zgjidhesh nga ana mekanike, jo organellot, jo fuqia, porta rrëshqicës që s'ishte parë ndonjëherë, u zgjidh nga ana e projektuesve në mënyrë shumë të saktë, domethënë. Përveç kësaj që duhet të llogaritur edhe nga shpërthimi i bombe atomike dhe dyer që janë kështu hardcore, mbajnë më shumë peshë, domethënë ngarkesë, se sa një derë që është rrëshqitse. Dhe kjo llogarit me, domethënë me kërkesat më të fundit të kohës, që
përballonte një goditje atomike. Atëherë po shikoj shumë objekte në Shqipëri që përballojnë goditet atomike. Pra në rast të një lufte bërthamore të dimë me cilat janë rënda. Të gjitha e kishin si kusht. Sipas kategorisë. Antibërthamor është Porto Palermo, kush tjetër është Të gjitha. Shëngjini, Gjadri po Kuçova po të gjithë objektet ushtarake klasifikoheshin me presion. Ato strehimit e popullatës, që janë gjitha ne i keni pa në pallate, në buzlanës e kudo, janë me 3 bar, 3 kg për centimetër katror, nga një bombë e vogël, që jep presion, pavarësisht se është bombë atomike, por që jep një presion të vogël. Duke u rritur shkalla, për shembull, po 10 e ka dhe Bunkart Njeshi. Edhe Bunkart Njeshi, që e keni parë, po tjetër çdo gjë që çfarë ishte Bunkarti? Bënd komanda qendrore e ushtrisë. Do vinte Enver Hoxha aty. Dorinte aty. Në kohë. Ke nënta ishte Enveri, ke teta ishte Mehmeti, ke hyrja, shtati ishte një tjetër. Ishte shefi shtabit përgjithshëm. Mund të flas. Ajo është puna ime e parë. Cila? Bunkart Njeshi. Bunkarti. Tani quhet Bunkarti ai. E shikon që domethënë u adaptua për turizëm dhe okej, nuk ka problem. Nuk është puna që ka problem, jo, po neve na pëlqen, ne që kemi djersën kryesore këtu. Ti shërbej ky objekt që është dështim inxhinierik, si mund të thuhet një gjë për njerëz që kanë sakrifikuar, punuar, familjet e tyre, imagjinoj që shumë njerëz këtu kishin familjet në Tiranë, kanë ndajtur 12 vjet këtu, 12 vjet. Me ato rrugë si që ishin në atë kohë. Si mund të thuhet një gjë që kaq kollaj, sigur. Nuk e di, unë këtu kam shoqëruar një gazetar anglez, e cili nuk u shqiptonda, e pa? Po da i tha, ky është kryevepër inxhinierike. Të flasun pak? Pa. Tash, lindi problemi kostos, ke fali. Do dim, projekti kines që financor tërësisht nga Kina. Pjesa e projektit? Kines, bile ata morën përsipër projektin, zbatin me projektit, edhe kostën e objektit. Përsa i përket zgjidhjeve që janë në këti objekti, sidomos për përshtatjen, kjo është, që të themu, kalon në kufit e imaginatës e mundësive njërzore. Pse? Sepse po ta shikoni, gjithë kjo objekt ka pas të lasi, nga jo pjesa tua të lasë. Ta që të shtosh e poshtë, edhe 9 metrë gjysmë të tjera, thellësi, është një të merë. Pse? Sepse rritë lartësia e murit. Muret janë këtu, harku që është këtu, nuk është harke më shtetet mbi mure, është harke më shtetet mbi shkëmb. Më falë. Është këto mure janë mure dekorative. Në qoftë se ky harku që më shtetet më shkëmb, çdo defekt i shkëmbit, dim që dherat kanë atë që ne krymë liki këndi shkajs dherave. Në qoftë se rritet lartësia, këndi shkajs dherave rritet, përjelloj, çdo situatë dinamike që mund të ndodhë, mund të sjellë vërzim të prandaj tunelet e atyre që shkojnë nga fillimi fund forma arkore, më fal, do flisni ju pastaj. Për këtë qëllim, çfarë u bë? Është ajo që ndodhi për herë të parë këtu, zbatuar nga kolegët nga ai që përmendi Shkërtim Zotkaj, i cili edhe i së bashku me gëzimin ka marrë ai çmimin e Republikës për këto. U qepën muret. Si u qepën muret? U ankeruan ato që them tani me ankara 4 deri 6 metra të thellë, të cilat mbajnë të rigiduar, të lidhur shkëmbin. Ky është llogaritur që sikurse duke qenë se shkon thellësia shumë poshtë, imagjino sa i rritet këndi i shkarjes formacioneve më të tash se do vesh 6 metra e gjysmë ujë. Pra më para ishe kollaj se ishe 2 metra e gjysmë, 4. Shkum 6 e gjysmë, pra u shtum 4 metra. Mirë, duke shkuar 4 metra, sa do që neve e sharronim pjesën, sharrimi themi neve që të shfrynte ngarkesa kur hapshim në sonda dhe bëjshin shpërthimet në ujë. Dhe në mënyrë që kjo të mos shkonte dhe të hynte poshtë, këto u qepën me ankara fit 32 muret, cilët ishin beton arme, që shkonin të takonin harmën. Pjesa këtu ne quajmë dy shprim, e cila mbante silura dhe kokat e silurave. Ka qenë
ka qenë depo në vazhdimësi, e cila silura vinte në shtrat Shinas me vagon. A do më thëmë këtu ishin vagonat? Këto që një vagon e cili ngarkohet në të cilin ngarkohet silura bashkë me kokën e silurave që në 2 tonë këtu. Jo, ngarkohet të pjesë e depo, se depo është në thellësi. Këtu dini dhe këtu bez bashkimi i kokë i silurit me në ndesën. Dhe ngarkohet të ka i vinci që që atë jashtë. A i vinci ka të silurë, se është 2 tonë e gjysë silura, dhe ngarkohet në ndesën. Po këtu? Kjo ka qenë depo, motorës depo ujë. Depo ujë? Po, në brëndësi. Depo ujë shka vjetë. Po edhe kjo këtu. Edhe kjo këtu. Ndërsa silurat e kanë më në brëndësi pjesën e tyre, cila pas andaj, përveç se u bë me armocement për lagështirën, u bësh edhe me plasma, sepse ato duhet të kishin dhe kondensim, të qenë shumë pak lagështira, do të qenë një 600%. Do vesh, këto kanë qenë këto në armocemente për lagë që mos, sepse betoni e përshkon ujnë, dhe këto qenë që mos pikonte ujë nga lartë. Dhe agresë gjitha me armocemente, dhe hidrozore dhe me bitu nga lartë. Pra, është larguar nga betoni. Po, është larguar nga betoni, 15 cm. Për të ruaj lagështirën. Po të vazhdojmë pastaj, jemi një mend të zonë gjë. Ajo dhe diku këtë derë? Jo, ajo dera pastaj del jashtë. Ky vend pra, nuk ka qenë thjesht për t'i ruajtur në ndesë. Në ndesët janë mjete luftarake. Mjeti luftarak ka nevojë për municionet e veta. Municionet do të kenë pranë mjeteve. Këty tunel, që shikojmë neve, është vend strehimi i municioneve luftarake të mjeteve që do në rasti konkret sipas projektit kinez ishte për 4, rasti konkret silurat e kuptohet që këto mjete, kjo municion, kërkon kushte ideale. Prandaj kur që shikoni juve, janë punime shtesë jashtë betonit për të përmirësuar konditat e mirëmbajtjes. Pasandaj, përveç saj, këto objekte që kanë këto municione, ashtu si dhe për njerëzit, të gjitha përde në pajisur me një sistem shumë të fuqishëm, vartës filtro vendilus. Ajo porta që pa me atë është një port hermetike, që hermetizon, atje do të shikojmë që është porta mbrojtëse, që është vartësi, është dhe port hermetike, që në këfse çka hyn që ndej, këfse është diçka e ndotur, të mos shkasë të brënda. Edhe punon sistemi ventilimit në krah, që është filtrus dhe ventilus. Pra janë absolute. Tani, më falë. Jo, oficina është të objekti numër 1. Oficina është nërtuar. Në jetëshin 4 nga ujë, futeshin në këtë nivel që jemi neve, në këtë zonë, edhe atje beshe riparime ndryshme me makineri kisha të brënda. Pra, këtu ne jemi në zonën ku strehoheshin e zhvën strehimi i municionit të... Kjo është zona më rëndësishme? Jo, nuk është më rëndësishme, të janë të rëndësishme. Edhe mjetet të rëndësishme, edhe municionit të rëndësishme, do vejmë më tutje, se ato mjetet nuk kanë në vete municionit. Janë mjetet motorike, duan karburantin. Ne kemi ndërtuar 2 tunele për karburantin, me nga 2 karburantin se cilë. Çdo depo nga to ban 400 ton karburant. Për 4 atë ishin e mjaftueshme. Janë edhe depot e karburantit. Po ja brenda tunel. Janë brenda tunel. Do me thëmë, tash do vazhdoj. Tuneli Porto Palermos, ne e themi gabim. Po prandaj. Është kompleksi. Është kompleksi Porto Palermos. Do të thënë kompleks. Janë në faqe edhe pak përpara. Janë 20 objekte. Dhe këto objekte të shpërndara. Ne kësi jemi këtu, po e vazhdojmë. Janë shpërndara në të tërë perimetrin e Gjirit. Midis Gjirit i Marës dhe Gjirit të Llamanit është bateria. Artilleria bregdetare për të ruajtur objekt, se objekti do këto. Sa komplekse në total, sa godina në total? Janë 20 objekte. 20 objekte në këtë kompleks. Nuk janë ndërtuar të 20-a. Janë ndërtuar. Janë 3-4 nuk janë ndërtuar. Të gjitha të janë një bateri kundërerore në kodër të lartë që u la. Është një objekt. Nëse vazhdojmë këtu, çfarë kemi përpara? Kemi vëndshtërimin e municioneve. Te Kalali Pashës është janë depo minash, depo të minave dhe karburant, një të gjithë. Te Kalali Pashës? Po më tuti. Se tu shkohet direkt në për tunelin? Jo për rrugë. Po, është bërë sistemi karburanti tubacion që vend tek 7-8 quajnë atëherë, që depo karburanti po ato në tokë.
Po ati afër është depoj minave, tunel më vete për minat e thellësisë që do kishte. Ishin të planifikuar nga kinesët si municion për Nuk janë tipu këto hartat e godinave, janë gjitha në arkiv. Janë arkiv. është projekti plot. Është projekti plot. Kjo depo silura, këtu ka qenë shtratë e silura, po janë hequr. Se silurat sistemoheshin në radhë, që në dyre, po i kanë në vjedhë. Gjitha këto vende që kjo këtu, kanë qenë konstruksione metalik nga të dy kratë, me dy kate që silurat sistemoheshin në të gjithë të gjasi. Kjo është 80 metrë gjatë. Ka qenë dhe vesja, këtu ka qenë vinçi që kapesh, ka kate silurën, që ngarkonin në shtatë vagonit, dilë dhe pasaj për të armuar në ndesja. Kjo është, që dhe koka dhe silura që depotirë. Sepse silura nuk rinde me përme silura. Vodha në të shtatën? Këtë janë vjetë në të shtatë, gjithë konstruksioni metalik. Jo silura. Jo silura, jo, konstruksioni. Qa ka qenë hekur u vodë? Armatim jo s'ka. Armatim jo. Armatim hoq. Ikën në ndecet i armatimi. Më falë, edhe një diçka, po që këto ka qenë vesh me plasmas. Ky plasmas, nësa ka qenë dhe lartë e vesh me plasmas, për kondicionim në laksim. Kjo nuk është, gjitha janë vjedhe. Edhe me një sistem shumë të Dhe sistem ventilim, po. Ajrimi dhe ventilim. Kondicionimi. Të gjitha këto janë Si ka vjedhe. vjetë është të marrë vesh? Ajduti disi vjetë. Tash ka qenë profil do pjotik. Kështë të ndërtu si ajduti? Më mirane. Ne për të prishin parë, për ndërtuar do në shumë. 20 vjetë për të ndërtuar. 20 vjetë është tu dhe shikon. Kesh më vjen, por është një gjë që vjet prapë. 10 prapë. Më thënë, bëhet. Nuk kanë marrë do të atë që s'bëhet. Absolutisht asnjë. Kjo është e rëndësishme. Po betoj se ma do. Çfarë do të bëj? Presh kanë marrë hekur e ka shqipë me kite. Kjo është gjuna. Edhe për mua objekte 30 vjet i abandonuar, do ka pësuar amortizim. Nuk ka asja amortizim, do të nuk e shikoni të amortizuar. Që ke betonin. Keme betonur, keme betonin mira. Po këtu ka qenë njerëz më specialista, më të vjeç. Jo vetëm. Akoma se s'kemi thënë që s'ke dëgjuar një fare çfarë. S'kemi, sa kemi ne për të thënë. Si ngjilesh betoni la, e si beton morti dolesh me defokus. Kjo rrotullohet. Rrotullohet vagoni për të futur në... Sipas drejtimit. Qa është kjo? Ta shpjegoj, kjo qa është? Kjo është një pjatë në tollu, se ke merë vagonin nga njësa drejtime. E qonë andej, oktej, o andej. Ajo vjen të teja, e shpje të teja. Po, ja, tu ke për shembull. Po, tu kanë qenë në kokat e silurave. Se siluri rrënë vesh. Nuk rrënë bashkë. Kokat e siluri, vesh të siluri. Në qo se nuk i shkuar të cije 6,5, po ishte 6,30. Ato 20 centim që s'kishte bërë punë, zhyrë të shpërlëmbare, punon dhe me kazën pash. Duhet të punoje me kazën, po të lojtë s'ta merë të ndërë. Sa vjeç ishte tu atëre? Ne ishim djemë të rritë. Unë edhe 22 vjeç. 23. Edhe ikëm të Ordina, këtu ka Të puni bërë rinia ti. Të marrë një. Rinia do më beka ata që s'ta pret mende kur ka motivin. S'ka motiv ishte... Ne kishim motivin, Ishte puna e oficerave. ne puna na u këthyë në smundje. Në u këthyë në smundje. S'më detyron të kush mual që të vija në orën 2 natës, atje ku qëndrojmë fillim ne, flinim atje në i godi, kisha një merak të puna, vishe o pingat, se po se hanë të guri për 2 ditë. O pingat në përgërgjën për shkreve, vija këtu në meraku, e thoshin e herë, pra perdi këj flen e herë këj njeri, pra ishte meraku. Dikush më ka thënë që mos kine punuar nga Afrika, kur në herë nuk kam pas frikë, asë një herë se kam bje frikën. Asë një herë. Këtu ishin njerëz përkushtuar, neve nuk shikonim, nuk e shikon ti, Gjorgji është bërë si inxinjer, ne jemi bërë dhe inxinjer. Donë, se ishe kështu, ne bashkë, diskutonim bashkë, bënim bashkë. 20 oficera kanë kontribuar të ndërtu kjo. 20 oficera. Po, na këta ishin... Përëmbarë sa ishte?
Polumbar kanë me 4 ushtarë. Polumbar kanë qenë gjithë polumbarët e Republikës, se kanë polumbarët e Shëngjinit, të Sazanit, të Sarandës, kishin polumbarë tanë, kur është bërë partimi. Dhe nuk mund ta bëjnë me 3-4 polumbarë, që shumë grupe polumbarës. Ne këtu kemi punuar. Ne inxhinierët kemi qenë 15 inxhinierë që kanë qarkulluar, që kanë ikur në kohë, dhe 3 topograf. Por këta topograf kishin ushtar topograf, kishim teknik, se që ishte Kemali që punoj këtu, do në teknik ushtar, që ne i kërkoni me sapë Kemalit si kur t'ishte në rogë. A ishte teknik ushtar? Për një mosh kishim, 2 vjetë. Unë inxhinjeri 2 vjetë ndryshoj me Kemalit. Si është bërë kjo punë nga këta oficerat? Vetëm kaqë një punë heroike. Vetëm kaqë. Gjithë quna të ri dhe hikëm kënej në moshë 38-20 vjeqë. Ne kemi qenë aty, mi vjetëri nga ne që një shoku 22 kuti, që isha rreth 28-29 vjeqë. Ne kemi qenë nga 22-23 vjeqë kë kemi ardhë këtu. Unë për vete kam një 22. 23 kararë këtë shumë. Ushtarë që kishim 18 dheri 19 vjeqë. Merë mënd, ky ushtar duhet të bëhesh specialist për të punuar në këto vepër shumë të vështirë. Kush e bënde? Kush e specializonte? Kush e bënde ushtar specialista të mirë fill? Që të përballonte këtë punë? Që kërkonte thashë. Pra, kështu thonë, frika po. Jo. E bënim ne më. E merja unë ushtarin, e mësoj atë si punote si pistolotist. Kush do kishte frikë? Ne ishim moshatar që Me sa mbaron shkolla. Ore, do e mësoja unë, do i rria dit natë ke koka. Thotë kishim frikë nga ata që kishim sipër. Jo, ta shpjegoj unë. Për jashtë ndoftë të callafe. Jo. Kjo javë të një emision të veçantë të flashe për këtë. I pregatisëm pistoletista, minato, armato, vagonista, shinashtrus të dërë. Dhomat e punës personelit, ushtarve, non oficerve tëre, dhoma pune. Edhe me krevat, që jetoj. Po. Këtu flieshin. Po. Po ishim me ventilimet gjitha. Ose ventiluar në cina. E ka të tërë sistemin vartëpys filtro-vendilues, që thamë. Kjo është port hermetike, kjo është guarnicion gome, që nuk lejon të ajri të shkon të brënda. Shiko, pas ka elasticitet a la goma, ha? Po. Shiko, e që të shme? Po, gëmin. 20 vjetë. Sa? 20 vjetë. Këto janë ndërtuar shpejt. Janë ndërtuar pa ikur kinezët. Po, dhoma punës. Të gjitha. Këto janë ndërtuar pa ikur kinezët. Kjo këtu është hyrja e tunelit. Kjo e tëra, kjo këtu prej këtu e kjo e zona dinamike, e cili i nështrohet goditjeve masive. Për të mos lejuar. Nëse kam, qëfar është ajo ndër? Është struktura e dhomës valthysi është këtu. A është filtro vendilimi. Më falë, valthysi. Më falë. Valthysi është përbet nga porta. Kjo porta gigante. Kjo mbyllet. Hapet porta se janë. Shiko si që lëviz akoma Hapet rodina. porta. Risa po, mbyllet brenda. Shiko, pas ka i vite shko hapet. Janë në dy anët. Dere rodina. Këtu ka... Punon dhe normalisht ajo. A vash. Ja, kështu punoj dhe do të më Do ta kthej kështu, hajde. Kjo këtu ka pasur një kapak të pirët me bira edhe rinde e hapur. Presioni i valës e mbyllte. Edhe nuk hynte më presion.
Porta e mban. Këto e mbyllin në objekt, nuk hyn më presion. Çka mund të futet nga kjo portë për tuti janë dyert hermetike që nuk e lejojnë. Pra, këtu brenda përpunohesh ajri, filtrohesh ajri, edhe me sistemin e ventilimit që ne pa mandej shpërndash të objektin. Me ndryqim gjithçka, se po shikoja fotogramat si dikur. Qa thua? Janë kineze më tërë. Tuneli ka qenë dritë dunjaja. Me dritë çdo gjë. Sikur ishe jashtë. Si jashtë si brenda ishte njësoj. Këtu është vendi ku neve na ka ndonjë aksident në vdekje e parë, në zë një ushtar korrenti. Në zë linja 220 voltçe, duke punuar, humbi jetën. Kaq. Ç'a ndodhi? Ç'a ndodhi zor ushtarik dik korrenti. Korrenti këtu. Po ai ishte duke punuar për të ndryshuar. Ai ndihmonte shokut me dhamë për të betonuar. U pengua, u thyë jo, Njëri nga 3 heronjtë e Portokallermës. Është i pari që na ka vdekur në vitin 73. Po që nga dera mbrojtëse dhe deri në hyrje, kjo quhet zonë dinamike, domethënë që përballon shpërtimin e një bombe atomike. Pra deri këtu kjo e mban si po valën goditse e lejon deri tek portë. Pra të gjitha aparaturat, njerëzit që janë aty janë të sigurt. Pra është llogaritur po me të njëjtën aftësi mbajtëse e hyrja kryesore. Po është porta më e vogël. Po kjo është e armuar me ekur, se ishin kushte teknike të tilla që zona dinamike duhet të ketë patjetër ekur. Kurse nga brenda më tutje nuk ka nevojë. Ky fiku këtu ç'ishte? Fiku na ka mbirë tani 40 vjet mbiu një fik. Pas 40 vite këtu Porto Palermo, këtu mbiu një fik. Mbiu një fik. 40 vite të tjera. Është për në një poet të shkruaj në një gjë. Ky është tuneli numër 2, Rudina. Po? Po se ka të tjerë, pastaj 2 prindi, 3. Tjetër, 3. Kush dalja këtu? Ku dalim ne jashtë? Që lidhen me tunelin kryesor këto. Në një vend nga më të bukurit. Ne nuk e kemi shijuar bukurinë sa Shiko punon. ku kemi dalë, ja, këtu kemi dalë. Shiko? Çfarë vendi që është? Çfarë arome, unë nuk e di. E ndjeni ju këtë çfarë? Na, ta japur. Jo, është tjetër. Kjo është mentja. Menta ndjeva. Ja, kjo është mentja. Kjo është mentja, ha? Kjo është. Në mes të menteve. Një javë që po kalonte atje dhe del në një botë tjetër komplet. Nga lufta, po besoj edhe ju kështu keni qenë, nuk e keni shijuar dot. Nuk e kemi Fillimisht ka marrë nga pjesa nga rrugë. Knajsi tona i bëni, ma mos hiqemi sikur jemi e vlian. Kur kemi ardhur duke gjiri më bukur. Kur na tekesh, nuk e shoh. Mjaft. kur na tekesh Rudina, ja fusnim peshk, mish, kang, u bën ter lebër, këndonim lapsh. Na erdhi një Të doktor tëndim këtu këndonim. një mjet. Për mua thoshin nga nëmë se kanë dhe këtu. ai do sa ku qenë. Jo, më të punoj si punon ju dhe. Futesha brenda tunel, tehëna, e kështë rase apo s'dere 2 herë në javë. Pse? Unë të thosha tani dalim, thosha, unë dalim. Ti thosha, hajde atje, unë dalim. Ne kishim smunde, nuk punonim dot jashtë. Rudina e shikon për gjozhin, krevatin, brenda, hante, Që krevat me kapotore. Me 3 turne rinda dhe Gajs- në tunel për dalë. Po vetë për të ruajtur ushtarin. Pa E kemi dashur sa të rrashma beti. Djem pa eksperiencë, po mos e rije në kokë, ndolte e gjema. Me qoftë se të kujtohet ta në atë intervistën Qemali që ishte të zona Gjergj, patëm një shemje jashtëzakonisht madhe. Po Qemalin e humbën, kur shkoj Qemalin? Në veri. Po çdo, hamin e portës Veriut. Ai atë Hapim ne te ka Hapet vdekur apo e sapet? E ka i nata ai sepse Do tha që hapim porta ne nuk punon. Po, ka një gjë që E pe atë portën aty tash. ne inxhiniera. Që asgjë s'u shprekur, asgjë s'u Jo, nuk është prekur, jo. Tu shprishur pra, e keni bërë mirë. A pra, në kjo pse vetë kohë e prish. Po, Ja. nuk e prish as kohë, asgjë, aq mirë e keni bërë. vëm tek objektet që ndodhen afër Me që jemi këtu Gjiu është thelluar me dragë. Kompleksin e bazë. Draga erdhi nga Durrësi dhe ai kapitani i dragës ishte një nga njerëzit më punëtorë. Mirë po, duhet me ditë gjë që këtu është merita ti Lefterit. Këtu
këtu aksi tunelit tonë përputhësh me aksin e një do në portit të vjetër i lirë, si duket se kur filloj draga, mund hyrje, mu atje drejt, dole në fora, qypa, dreqet, birë dhe lefteri tani, vinë të atje, ndalot dragën e kapitanin dragës unë, zë, po unë isha nga Durrësa, bashkim, hajde të punë të ma, do në alert punoj e qa di dragën e i vetur, tha fiket njësa. Këtu është objekt tjetër që në lidhje me kompleksin që është objekt numër 7 e quajmë ne, i cili është depo karburanti për nëndeset ose për bazën. Po si bëj lidhja nga... Lidhja ka që me tubacioni, nga bankinat e Kale Ali Pashës, vinë tubacioni komplet në rrugë dhe futesi në depo të karburantit brenda, me sistem pompimi.